Territori shqiptar për datën 8 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në të gjithë territorin. Pranësira të pakta kalimtare do të shfaqen vetëm përgjatë relievit malor gjatë orëve të pasdites, pa reshje. Temperatura do të mbeten tipike verore me një rritje të lehtë në disa zona të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale do të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5 e 8 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20 e 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 36 gradë Celsius. Kukës, 18 deri në 32 gradë. Peshkopi, 17 deri në 30 gradë. Tiranë, 20 deri në 35 gradë. Durrës, 24 deri në 32 gradë. Kavaj, 23 deri në 32 gradë. Elbasan, 21 deri në 35 gradë. Berat, 22 deri në 36 gradë. Korçë, 15 deri në 29 gradë. Florë, 24 deri në 32 gradë. Gjirokastër, 18 deri në 31 gradë. Sarandë, 24 deri në 32 gradë Celsius.